Me zotninën e Rum, kujtim Gjuzi flas? Trujt zoti, kush jeni ju? Unë jam i gazetar i kanalit Pisk në YouTube. Tuaj. Do doja të kisha një intervistë me ju, një mendim tuaj për sa përket asaj ngjarjes që ka bërë shumë bujë mbrëm me këtë përplasjen. Ndryshe nga herët e tjera me argumenta, siç dini dhe ju më së miri që jeni një nga ata që e mbroni fort fjalën tuaj, por keni pas një përplasje me këtë analistin, gazetarin Ilir Demaliaj. Po. Është vërtet, po. Çfarë ka ndodhur aty? Në këtë moment unë jam në familje me nënën time dhe normalisht që Si ndjehet ajo pas kësaj ngjarjes apo s'është ndjeni? Ka qenë edhe ndërhyrja e nënës, ndërhyrja e familjarëve të tjerë për ta shmangur Për ta mbyll. Po, për ta shmangur sherrin më teshëm. Ndërkohë vllai Demalies nga Gjermania më telefonoi dhe tha, po kujtim sa ti marrën përsipër gjithë fyret që ka bërë ai televizive, edhe tentativën për grushtime për boksim. Nuk kemi pasur përleshje me ndru grushta me njëri tjetër, se unë shmanga, siç e vjen re ju. Duket qartë. Po, që mos të arrinim në një skandal, edhe lëshimi i tentativës për shken, prapë është një largimi imi, ne shoqërzotët kemi bos 3 vite kur ishim të rinj. Prandaj Të kërcimit në boksim e quajmë ne atë. Domethënë kur dikush do me të sulmon me të boksu ti. Jeni shmangur në mënyrë më perfekte. Jam shmangur sepse ai është me 24 vjet kërkushime ne. Ai ka kërkuar një herë falje televizive përpara, pasi pati fyer në momentin e marrjes mandatit. Mirë, po me sa duket dikush nuk e kishte me mua, se sipër në orën 11 ishte doktor Berisha në konferencën e sigurisë. Pra dikush e kishte çuar drejt kësaj linje. Po çfarë ndodhi aty? Pse ndodhi kjo përplasje? Po përplasja si filloi domun? Unë isha në tavolinë, isha shoqëruar nga sekretari i Degës të Topojës, që është edhe kryetare Asambleës për Siguri. Dhe kur vjen tjetër tavolinë, unë i thash çka ke me mua? Unë në tavolinë, mësoj 1, 2, 3, 4, si jam dakord. Po. Unë i them kështu e thot një mirë se do shohim. Kur e tham një mirë se do shohim, thash më ke këtu. Po? Kur të dush, si të dush. Po? Masi vetëm tavolinë, duket njerëzit që kishin tavolinë, nxit të kthehej për zyti. Kur këtë zyti u kthim me fyrje, me sharje, me... Si, të tipit? Me ofendime, do me thënë, e gati kërcënim. Në moment që unë po gati përsunë gjithëzik, normalisht që ne mbrojnë, se nuk jemi kot 900 kg. Po, normalisht. Ka ofenduar me fjalë banale, drejt jush, familjes tuaj? Fjalët ishin nga më të rëndat, sidomos në hollin e hotelin nga më mirë Shqipëri, domethënë. Aty ishit ju, aty ka ndodhur kjo domethënë. Po, aty ka ndodhur, po. Po sherri karateja, taekwondoja. Në moment që ai më sulmon për të goditur, normalisht unë mbrohem. Ju jeni në mbrojtje të rriqem, si që vjen re, ju të rriqem, dhe këta ndërhyn sekretarja për sigurinë, se kësoj zonja Sanie. Pra, edhe sherri fizik ka ndodhur po te hotel. Po brenda në hall. Brenda në hall. Sherri është këtja. Bravo ju, është për të vlerësuar nga ana juaj që keni treguar qytetari, veçanërisht në qendër të Tiranës, edhe në hotelin më të mirë që ka Tirana. Nuk duhet ta bën ta bën pjesë të një vitre më parë, kur kemi Po ju dëgjoj pak keq. Ka luhat i valë. Po, tani po. Edhe një herë, nuk mund t'i rikthehemi ne sherreve të rinis tonë. Në thep thash. Por, unë e them me bindje dhe me informacion që kisha. Unë isha në hall për punë tjetër, për punë tona. Po. Thash, ty e këndukën para 5 minutës se të vinte kë... Demalia. Po Demalia po i thejnë, se është me 2000 emra, po nuk po kom qef të thejnë të tjetër. Pra, në këtë moment që flasim, ndërhyrjet e vllait tim,
që ka nusën e vetë shumë tezë gosteze. Ndërhyrja e vllajt të Demalis nga Gjermania, direkt në telefonin tim, sot para ditë. Do të lutem tha, ndërprite këtu se tani s'mund të flasë të po. Zotni Gjuzi, po nga Iliri vetë, keni pasur ndonjë... Iliri nuk mund të flasë me mund si rregull pa kalu 72 orë. Pa që të su ai, pa që të su pala jonë. Ka ndërhyrë vllazëria, e kupton çfarë them? Po mirë, nga atyre, a keni informacion që ajo është penduar, që ka thënë që jam nxituar? Po ai ka thënë Top Channel para disa minutash, sapo më njoftuan që nuk ishte mirë, ndodhi që ndodhi, nuk kam asgjë me Gjuzin, ndoshta gabim, ndoshta nxitim. Mos ka qenë efektet të ndonjë gjë tjetër, ndoshta? Tani unë nuk jam as mjek psikiatër, nuk jam as farmacist që të them se ja kishte heq viza të bardha në për Tiranë apo jo. Ndoshta këtë se dim, me vërtet është. Por nga ana ligjore zoti Gjuzi do ta ndiqni, do të shtoni. Jo, mund ta ndjekim se ne kemi një kanun të bendës që nëse nuk bindet dikush, fillon të bind vllazëria dhe vllazëria pastaj ka një kuptim tjetër. Domethënë, vllazëria del që një padaja e mëset thash edhe pastaj sot flitet për konservatorizëm, sot ka pluripartitizëm, sot Partia Demokratike është nga qendra liberale me partinë që drejton Ilir Meta, deri tek e djathta konservatore që drejton Kujtim Bluzi, që do të thotë, është një amalgam ose një hapësirë e madhe për të ruajtur pluripartitizëm për të ndaluar regjimin. O bëj po ftesë regjimit, mos të dërgoj emisar të paguar në adresë të paktën të Kujtim Bluzi, këtë tjerë pastaj të bëj çfarë doj. Ndërsa pastaj vjen marrë kryeministri. Po, unë në fakt se kisha pyetje për këtë, po pyetja ishte që nga ana ligjore vetë shteti, përderisa ka parë këtë video, ka parë këtë incidente që është bërë mediatike, shpërndar gjithandej, vetë shteti a do të reagojë, do të vit ju marrë ju në pyetje ty thotë zoti Gjuzi, ka ndodhur kjo situata, do vini ta denonconi, ta kallzoni? Kam bërë ftesë publike, unë në raste të tilla funksionoj me drejtë zakonore, nuk të bëj kallzim. Këtu është rasti që si funksiononi ju, vetë shteti në këtë rast, do të veprojë? Edhe një herë, e drejta e shtetit është të bëj shtetit çfarë të dojë. Unë vetë nuk e bëj kallzim për zotin Demalia që më vjen në tavolinë me thyrje sharje deri në sulm fizik. Pse? Se jemi brenda një krushie 44 vjeçare dhe ne nuk do të ngatrohemi se nuk ka pas goditje, e kupton, nuk ka pas goditje. Të kuptoj, e kuptova shumë mirë këtë se e shpjeguam pak më lart. Ju keni qenë pjesë e kuvendit shqiptar, njihni ligjet e shtetit shqiptar. I keni njohur njëri dhe i respektoni, vlerësoni ato, apo jo? Vetë unë jam qytetar, nuk them se model. Jo, jeni për ato si çka keni bërë tek ajo video, jeni model, me atë realisht që falenderoj që ju konstatoni këtë. Por nga ana ligjore vetë shteti, vetë si shtet, pra si shteti shqiptar, rendi shqiptar, ministria. Asnjë, unë shteti shqiptar normalisht a do të reagoj? Po lejo, kam thënë e them nga ana institucionale. Shqiptar ka shtyllur ekzekutarëve publiken, këtë që po flasim bashkë, ka shtetin e së drejtës përmes sistemit jurisdiksionit, ka qeverisjen, ka dhe komandin. Pra, e ku pyesin në cilësinë e një ish ligjvënësi tani. Bravo. Do të bëj shteti Bravo. Nëse unë do të isha kryeministri, do të këshilloja në radhë të parë Demalin që sulmon në ambient hapur publik. Pra do ta thrasi Demalin shteti jon apo jo, policia? Patjetër. Kjo është pyetja. Patjetër që duhet ta thrasi. Edhe ju si palën tjetër apo? Ja një sekond. Ta sjeroj pra. Edhe një herë. Unë nuk prish për zotin tillë. Patjetër më diskutohet. Çega të dy sot. Jemi te shtylla jurisdiksionit. Çfarë do të thotë? Ka një video që ka qarkulluar i në vetë thash, shteti shqiptar ka një të drejtë, i thotë atë të po, për agresion fizik publik mbi njëri i cili është në koalicion zgjedhor. Pra jemi në prag fushat elektorale dhe një vjen sëmon. Por personalisht unë si kujtim, po flas si kujtim të dhe si individ, e ndajnë pak shtetin. Çfarë shteti? Shteti është qytetar. Edhe ju e thon, ja,
Edhe një herë lutem se ka shkëputje sërish, sikur ta kishin bërë nga afër të intervistën dhe ishte shumë më mirë. Tani e kam pamundur se për arsye thash jam në nënën time të rrjedhë. Unë kam një orar që kujdesem për nënën. Ajo është në fundin e ndoshta edhe të jetës saj dhe duhet të më ketë e ka dhënë urdhër. Duhet të marr këtu 2 orë gjys. Nuk vetëm për 2 urdhëri. Ky është që me majt mundën Prosi mos kemi veprime jashtë kontekstit, e kupton? Ju ka thirrur nëna, jo si keni shkuar ju që ndoshta të fshihen, jo se. Nëna ka thirrur hajde këtu, po ti do rrish nuk do me troshë njëri, nuk do. E qartë. Mirë, zoti, të falenderoj shumë se mos marr edhe shumë kohë dhe nga. Jo, unë ju falenderoj vetëm do të isha ta di edhe një herë emrin tuaj, lutem. Ne jemi nga kanali Pisk. Kanali Pisk e ndjek, po ndjek. Altin Tufa. Faleminderit, përshëndes, respekt. Ndoshta një ditë tjetër kur dilni nga. Edhe një herë, nuk është mirë fushat elektorale në nëzit ekstremist të futën në këtë lojë, se pasaj ndodha e që ndodhë në Elbasan edhe në sektor. Unë nuk e dua, po dua votim qytetari zgjedhje i bashkë të votës të barabartë për të shkuar dhe për të realizuar një qeverisje të drejtë. Për këtë jam unë kryetari Partisë Kombëtare Konservatore. Nuk jam për të nxitur sharr. Edhe kur sulmohem anarësisë fyreve që mora dhe i ra me shenë se jo s'ka një vërtet. Se unë kam bërë kërcim aty, kërcim boksieri quhet. Për ne që kena bërë servitje dikur, me u largu. Për te gjithë saj se nuk është fitore, nuk është trimëri, po të zjesh edhe të ngatrohesh të bësh. Po të kisha marrë goditje në shtyrë. Nuk le njëri me folën për atë mundë, më ke godit, po nuk ka falje i herë pa umbledh ajo që qyrim ne e drejta zakonore e kanunit të bendës, Shqipëria mesme. Do të thotë, ku e ke vllajin, ku e ke çajën, ndryshe nuk të bëj llogarisë kur je. Ato kanë reagu vllai vet. Albeni ka reagu nga Gjermania, nga Frankfurti. I ka ra telefonin tim, të lutem të hap telefonin kur hidhesh, jam Arben Demalia, më hap telefonin, po. Të marrun telefon të dhe s'ka rëvën e më fëtë telefon pa pagesë. Unë e kam në këtë numër që më flasim së bashku, i kam aq resurse financiare sa të flasim dikë si ju njifti. Nuk më njifti për njëri agresiv, kur dikush musulmon jam i detyruar të mbrohem dhe unë aty u mbrojta se kisha hallin personal, kisha hallin se ishte konferenca Dr. Berisha Sipër, kisha hallin dhe të hotel Tiranës, mes Tiranës, kush e ti që të më Berisha ka reaguar Berisha? Keni pas telefonat ose mesazhe? Kam pas telefonat thash nga Agron Tuka, që ishte në linjë në këtë rast, bile s'ka vronin fatin gjithëm i lartë, se është doktori, thash jam, nuk të gjithëm lartë, se s'jam për të pardur lartë, jam për të ndekë të koshtë, nuk isha në vejtë zyrtare, që t'isha me kolare, me kostume, me më të Pasaj, nuk isha ftesën zyrtare, që t'isha në atë konferencë që ishte për Partinë Demokratike. Por, unë jam në hol, arsyet se jam në hol, po jemi në një koalicion pra, duhet të kush tjetë aty afër. Normalisht koalicion rrin hol. Po ndryshë ndodhët ajo 6 dhjetori pasaj. Unë nuk jem aty për të ndodhur 6 dhjetori, në asnjë rast. Në qartë. Zotë Gjuzi, të falenderoj shumë. Ndoshta një ditë tjetër, një moment të dytë mund të takohemi edhe ta bëjmë një bisedë tjetër. Zoti Tufa si Tiranë ke non-stop there në hap. Të përshëndes, të jeni mirë. Faleminderit shumë për mesazhin që dhënë. Respekt. Kjo ishte pra, le të themi, një intervistë në audio për sa i përket ngjarjes që ka ndodhur me zotin Gjuzi dhe Demaliaj, një video shumë virale që është bërë të orët e fundit, një përplasje verbale dhe jo verbale, cila ka përshkallëzuar dhe ndoshta edhe në përdorimin e grushtave, shkelmave, është bërë një, le të themi, një lloj sporti që shqiptarët shuan direkt pse mpe. Ndoshta kështu ka qenë edhe zanafilla e këtij debati, të sherrri midis Demaliajt dhe Gjuzit. Kjo ishte një anë që ne dëgjuam për sa i përket kësaj ngjarje që përmerr për masa të mëdha, le të themi në rrjet. Por Gjuzi është nga ata që është tërhequr, e ka pranuar deri diku dhe faljen e familjes Demaliajt, pasi ka ndërhyer edhe vllai i Ilir Demaliajt dhe njerëz të tjerë, dhe kjo realisht tregon një vlerë qytetarie
për të vlerësuar nga Zoti Kujtim Gjuzzi.